Miqtë e mi të nderuar, sot do të trajtojmë një temë që shpesh mbetet në hije. Pra me psikologën ton klinike dhe psikoterapistën zonjën Ibelinda Halili do të flasim për shëndetin mendor nga frika e stigmatizimit e deri tek pranimi i gjendjes dhe vendosja për të marrë kujdesin e nevojshëm profesional. Miqtë e dashur, tashmë është koha gjithsesi të flasim më hapur, pa paragjykime, por me synimin për të ndërtuar një shoqëri të shëndosh dhe gjithashtu më tepër humane. Zonja Halili, fillimisht mirë se erdhët dhe faleminderit shumë për kohën që keni ndarë t'jeni në studion e Radio Kosovës dhe të flasim për një temë vërtet të rëndësishme që tani më nuk duhet të mbetet në hije. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia është e gjithë e imja me u bashku, edhe me juve në studio, por edhe me diskutu një temë që njerit është edhe kogja përgjegjësi për mua. Faleminderit, kënaqësi. Pse ende ekziston në fakt frika e stigmatizimit, qoftë për të diskutuar rreth shëndetit mendor, por edhe për të kërkuar ndihmën profesionale? Është shumë delikate si problematik, por edhe jemi shumë të paedukuar në këtë pjesë. Më dhëmb shumë ta them, por që kemi mungesë emancipimi total kur flitet për mirëqenien tonë. Po ashtu si kulturë ka edhe shumë standarde të dyfishta. Unë kuptoj që një shoqëri e emancipuar, një shoqëri e cila din problemet në përgjithësi dhe në veçanti e ngre zërin për probleme shëndetit mendor. Mbaj mend që gjatë procesit të shkollimit neve kemi pas ndoshta një nga mundësitë më brillante për me u shkollu në një sistem zviceran, dhe pjesa e parë që është potencuese, i është dhënë ndoshta potenca kryesore gjatë zhvillimit akademik ka qenë pjesa për me e kuptu pse një popull stigmatizon edhe mandej me e mujt me adresu. Edhe në fakt pas afro 20 vite pas kam kuptuar që komplet ka të bëjë me pjesën e edukimit. Më thënë, në qoftë se neve heshtim përballë dhimbjeve shpirtërore që i kemi dhe nuk heshtim përballë problemeve të tjera që janë të natyrës jo relevante, po i ngrejmë zërin dhe bëjmë çuditëra në çfarë do forme, edhe në medjen e shkruar edhe ato vizive dhe pastaj në këto rrjetet sociale e tjera dhe nuk e ngrejmë zërin për pjesën e shëndetit mendor, ti vërtet kupton që është popullatë e cila nuk lexon, popullatë e cila thjesht pluskon në kuptimin e plotë të fjalës në raport me veten e saj njëherë, e para dhe mandej në raportet e tjera. Nuk është lehtë me tregu për çfarë do problemi, po nuk është turp. Dhe unë shoh klienta që vinë në studio me dosje ndoshta prej 3-14 fajlave që kanë kërku ndihmë të secili specialist i mjekësisë, edhe e keqja është që asnjë specialist nuk i udhëzon me shku te psikologu, dhe në këto dosje nuk ka gjetje klinike e dashur, nuk ka gjetje klinike. Thënë, vjen një klient që ka shëtit tash 7-8 vjet për një dhimbje koke, edhe ka pas secilin specialist, madje ka bo edhe imazhërit ma të kushtueshme, ka shku edhe deri te skanerat e fjalës fundit për ndaj gjetje, dhe nuk ka gjetje, dhe çuditërisht asnjëri prej klinicës që e shohin nuk e udhëzojnë. Dhimbjet në organizëm, specifikisht dhimbjet e kokës, shtrëngimet në toraks ose gjaks, dhimbjet e një pas njëshme ose të vazhdueshme të lukthit, të cilat nuk kanë gjetje klinike, analizat nuk japin gjetje klinike, të gjitha janë si pasojë e problemeve në shëndet mendor. Dhe nuk adresohen, nuk referohen këta klient për me shku te psikologu. Kjo i bjen që dhe në instancat më të larta njerëzit nuk e kanë dijenin ose nuk e kanë kuptuar ende që në hallkën e shëndetit në përgjithësi shëndeti mendor lihet jashtas, dhe na kemi një trup.
dhe nuk muj me thonë që problemet kardiologjike janë veç probleme kardiologjike, edhe nuk lidhen me kur gjë tjetër, ose problemet e gastros janë veç problemet gastros edhe nuk lidhen me kur gjë tjetër. Ki munges totale të prezencës së njerëzve që japin shëndetin, që japin shërbimet e shëndetit mendor, në institucionet kyçe të vendit tonë. A po i bie kjo që edhe në mesin e profesionistëve shëndetësor na duhet një edukim, po bazohem në ato që thatë? Po, definitivisht. Aty është dashur me fillu edukimi parësor, se në një farë mënyrë i shqetëson prezenca e psikologut. Gjatë studimeve specialistike në disa prej spitaleve në qendrën klinike universitare i ka shqetësu prezenca e psikologut. Pse çka jeni ju, pse çka bëni ju, pse duhet ju marrë këto, etj. Ti kujton që në një spital i cili ka ma shumë se 40 shtretër për shembull, ku çdo ditë kryen operacione të problemeve të ndryshme, ose spitali internos në Kosovë, në Prishtinë, në qendër klinike universitare, që është një prej spitaleve që nështa barën e punës e ka ma të madhe, nuk ka psikolog as për staf, as për pacienta. Secili spital ku kryen ndërhyrje kirurgjikale në Kosovë nuk ka psikolog as për staf, as për klienta. Dhe kujtoj që baza e shëndetit mendor tek profesionistët e shëndetit në përgjithësi është shumë e cënuar, dhe në një farë mënyrë është ignorancë e madhe me ulë në tavolinë dhe me diskutu që ti ke pas 25 pacienta paradite ambulantor edhe e tregon me mburrje. Të thënë, kjo tregon për shëndetin mendor të një kategorie të caktuar, në këtë pikë kategorisë e njerëzve që japin shërbime në shëndet. Ti nuk mund të përballosh brenda muajit çdo ditë ose çdo herë kur ki konsulencë ambulantore të kalosh 25-30 pacienta, sepse koha është minimale për ta. Aftësia të dëgjuarit të bjen, aftësia të diskutuarit të problemit është shumë e limituar, dhe prandaj kemi kaq shumë pacient dhe kaq pak raste, po themi raste të vetëdijsuara për me menaxhu smundjen, sepse ka smundje të cilat nuk shërohen, janë smundje kronike, edhe na kemi përballë të jetën me to, por nëse nuk e mësojmë menaxhimin e mirë të këtyre smundjeve, shumë shpejt smundjet kronike kanë me na sjell probleme të tjera, dhe çdo smundje kronike me përgjegjësi të plot profesionale e them, është e shoqëruar me nga një simptom psikologjike, dhe ti gjen për shembull persona që kanë problem kronik me diabetin, që asnjëherë nuk është referuar konsulencë psikologjike, dhe pacienti për shembull konstant është i shqetësuar për mpirjet e ekstremiteteve, për mpirjet e kokës, për tharjet e gojës, për skuqjet në fytyrë, të cilat nuk janë shpjeguar që janë pjesë e problematikës të cilën kanë me e shoqëru gjatë gjithë jetës. Edhe këta pastaj bëhen pacient të neurologëve, sepse të gjitha mpirjet lidhen me sistemin nervor. E mandej eskalon gjendja, bëhen edhe pacienta të kardiologut për shtrëngime në gjok, sepse brengosja është e vazhdueshme. Edhe një referim i thjesht të psikologut do të kishte shkarkuar sistemin shëndetësor, do ta kishte kursyer dhe do të kishte parandaluar. Aim ose detyrë kryesore e akterëve që punojnë në shëndet është me parandalu smundjet, sepse kostoja është shumë e ulët me parandalu një smundje, dhe është shumë e lartë kostoja me trajtu një smundje. Gjithsesi, do të thonë këta pacientë mjaftohen me marrjen e insulinës, por jo pastaj edhe me menaxhimin e gjendjes emocionale. Zonja Halili, çdo problem niset thujase nga shtëpia, trajtimi. Por na thuaj lutem këtu se cili është roli apo sa ndikon familja edhe shoqëria në krijimin e një klime më të favorshme për të diskutuar problematikat e shëndetit mendor, sepse siç e thash krejt në fillim, me këto problematika mund të ballafaqohemi secili prej nesh.
Në fakt, familja është celula kryesore, edhe këtu çalon sistemi jon në aspektin e politik bërjes, çalon drastikisht dhe është e dhimbshme që ti shena jemi 25 vite pas luftës, ende në asnjë komunë të Kosovës nuk ka qendra të këshillimit për planifikim familjar. Sinqerisht është tepër me diskutu gjithçka prapa kësaj. Ti shef që këta edhe në tash jemi në klim të fushatës, po e them në thonjza, kërkojnë vota dhe kërkojnë në agjendat e tyre, nuk është për shembull këshillimorja brenda institucioneve komunale për planifikim familjar. Në këto këshillimore për planifikim familjar ti kishe marrë broshura, kishe pas ekipe mobile të cilat kishin bë dhënien e shërbimeve në aspektin e edukimit të personave të rinj që janë duke u bërë familje. Dhe në këtë formë, kur ti planifikon familjen, kur ti merr informacionet e duhura, cili është roli yt si prind, çfarë sfidash të presin, cilat janë fazat e zhvillimit të fëmijëve, e tjera, me një gjuhë shumë të përshtatshme, me një gjuhë shumë të thjeshtë që secili prej nesh e kishte kuptuar, nuk do të kishe pas ose do i kishe përgjysmuar për mos të thënë që i kishe zbehur në maksimum problemet që i kanë familjet shqiptare sot, sepse na bim në jetë fëmijë, lindim dhe rrisim, por nuk i dëgjojmë. Gjatë gjithë kohës jemi në një farë forme të bashkëveprimit me fëmijët tonë pa i dëgjuar ata. Më thonë, na kemi tendencë me dhonë komanda 24, por mos me ndje a është gati fëmiu për me marrë një komandë. Edhe mandej këto format e stigmatizimit dhe problemeve tjera vinë që nga familja. Për shembull, kur në prezencën e një fëmiu plotësisht të shëndosh, por me temperament vështirë, për shembull, se na vim njët me temperament. Antarët e familjes thonë, leja se pak është i trent, ose përdorin fjalë cilat nuk janë të përshtatshme, ky çështu ta rrotullon shtëpinë, ky çështu bën sjellje problematike, domethënë në një farë mënyre, një temperament vështirë të fëmijët e kthejnë në një nuk po më lejon ndërgjegja ta them në një tallje konstante, po duke mos e marrë seriozisht, edhe në fund ti ke probleme që pastaj ky fëmijë për shkak të këtij temperamenti të vrullshëm që ka, gjatë fazave të zhvillimit mundet me has në probleme me komunikim me të tjerët, në probleme me koncentrim në shkollë, tjera, dhe nuk ndërmerr hapa për me kërku ndihmë, sepse në bazë ose në celul, në familje siç thatë jo, e ka marrë konfirmimin që nuk është okay me kërku ndihmë për këta, unë jam i keq edhe i keq ko me vazhdu gjithë kohës. Po shkolla në këtë rast, çfarë roli do të luante që këta fëmijë faktikisht ta marrin bazën qysh aty, ose sa ligjerohet në për shkolla, do më thënë që mos të stigmatizohet tjetri, kërkimi i këshillave psikologjike, gjitha këto, kemi diçka të tillë në sistemin tonë arsimor. Pa merak. Ideja është që shkollat e kanë një plan program jashtëzakonisht të stërngarkuar, dhe unë nuk e di, ende nuk e kuptoj domethënë, një përshkallëzim të tillë të ignorancës ku barr për fëmijët është sistemi arsimor. Sinqerisht është barr edhe për fëmijët, edhe për personat që janë të kyçur drejt për me dhonë mësim. Më thënë, kërkohet prej arsimtarit, mësuesit ose profesorit me qenë edhe dado e fëmis, edhe me mësu, edhe mi jep tipsa qysh më usill në aspektin edukativ, e tjera. Shkolla, po, e ka roli kryesor i institucioneve arsimore është edukativo arsimor. Mirë po, kur ti ki një plan program në cilin bëhet presion i vazhdueshëm për me u përmbush ky plan program dhe nuk shihen cilat janë resurset e këtyre personave që janë profesorët ose mësuesit tonë, a kanë resurse për me adaptu edhe me dhonë ose me konsumu gjithë këtë program, dhe në dyta nuk bëhet asnjë farë testi para prakme, po se sa kanë aftësi fëmijët në nxënje akademike.
Domethënë ti ke ironike deri në pikë të skajit është fakti që ti ke një psikolog në 2 shkolla që i kanë ka 3.000 nxënës. Domethënë Sa është normalja? Sa është për por tash normale ndoshta nuk ka shifër që kish mujt me e majt normalitetin në këtë rast, po të paktën po them në kushtet e Kosovës, nuk po du me fol në ajër për kushtet evropiane, po du me fol për kushtet e Kosovës. Hajde ta kemi ti kemi 2 maksimum 3 psikolog brenda shkollës ku jenë me 3.000 vetë. Hajde të lojmë raportin 1 me 1.000. Plus, jom du i përjashtu stafin që punojnë, edhe ata ish dasht me pas një psikolog i cili e kish facilitu procesin e tyre. Sepse me këto, sidomos tash, me këtë zinxhirin e punës së shkollës gjithë ditore, askush nuk ka qenë i përgatitur me bë këto. Edhe kjo ka pas kohë që 25 vite me u bë pilot projektet, me u zgjat orët për ka 1 orë, pastaj për ka 2, pastaj për ka 3, jo 8 orë për njerë. Prej 3 orëve jënë shtu edhe 5. E nuk ka plan programe për këtë pjesë. Fëmit prap vinë shpe me 4 parë detyra. Edhe rrinë 8 orë në shkollë, edhe mandej pse po bojnë probleme në shkollë. Shumë e thjeshtë. Më thënë, as pak nuk e kanë pjesa akademike është dasht me kanë aventura ma e bukur e një fëmijë në shkollë. Edhe të na është pjesa e aventurës akademike është e sforcuar, ti shef fëmijë konstant me latë në sy, shef fëmijë të pa kënaqur, fëmijë të pa shumë të pavullnetshëm në aspektin e qëndrimit gjithditor, sepse nuk ka strukturë në këto plane në të cilat bëhet. Dhe trajtohen fëmijë të gjithë një lloj, nuk munden me u trajtu fëmijët një lloj. Ka fëmijë me smundje kronike, ka fëmijë me smundje tjera në zhvillim, ka edhe fëmijë të cilët prap përjashtohen nga norma për shkak të inteligjencës të lartë. Këta trajtohen krejt njëjtë. Po. Edhe vinë në familje, në shtëpit, frustrun, dhe unë nisna prej rasteve që i kam shumë afër, prej nepërve, prej fëmijëve të shoqeve, prej fëmijëve që i shoh në studio për këshilla e tjera e tjera. Domethënë, nuk po jap mendim të bazuar në diçka që nuk ka fakt. Unë kam fakte shumë bazë që dhe një fëmijë me inteligjencë superiore i qiten detyra 2+3+4 barabart me pikpyetje. Ai fëmijë për shembull bën njësimin e 312 herë 125, domethënë i për llogarit pa laps. Dhe ti domethënë i jap numra një shifror me i mbledh, sepse që ato janë plan program në shkollë. Në kurikull shkollore. Bravo. Edhe mandej ti shef që ky fëmijë që të njëson shumëzimin pa laps, është i barabartë me fëmijë tjerë. Nuk po them që ky ish dash mu trajtu në mënyrë speciale në raport të aspektet emocionale gjërave tjera, po ish dash me u veçu në aspektin e detyrave. Sakt. Në aspektin e detyrave dhe ngarkoje me detyra, këta janë fëmijë problematik mandej në shkollë. Po. Se për to është shumë e mërzitshme. Mbase nuk kanë ku ta zbratin energjinë e tepër. O lume është shumë e mërzitshme për shembull me thonë sa bojnë 1+2+4. Është ekstrem e pa jo relevante për to. Kjo mundësi. Mandej ti tash sot ki fëmijë që shkojnë në shkollë klasën e parë, lexojnë anglisht paraprakisht, lexojnë shqip, edhe kanë shkatësi të ndryshme akademike dhe ti bjen në klasë dhe i thu lexon rrokje. Për shembull, kjo s'ka logjik. Edhe fëmia kur shkon në shkollë me pyet, konstant thot ka vështirësi se nuk po den me lexu në rrokje, po ti shif sa ai fëmijë ka shkatësi. A është ky paragjykim? A hyn ky tek paragjykimet? Po të gjithë njerëzit që janë ignorant kanë paragjykime, pra. Edhe normal që hyn. Se ti nuk mundesh me pa e testu një fëmijë që po të lexon rrjedhshëm në të 2 gjuhët, i thu se nuk din të lexojë në rrokje për shembull, po nuk din pra, sepse rrokjet janë parakusht për me mësu leximin e rrjedhshëm. Dhe nëse ky fëmijë ka mësuar të lexojë rrjedhshëm në moshën 5 vjeç dhe 6 vjeç po të vijë në shkollë, atëherë i bie që ky ka kaluar të lexuarit në rrokje paraprakisht. Se këtu janë paradokset në shoqërinë tonë të cilat heshten konstant dhe mandej kur vinë problemet thojnë po na nuk e kemi idenë nga po na vinë. Po s'po na vinë nga alienët pra, i kemi në shoqëri.
Jemi duke shkuar drejt fundit të emisionit, mua po më intereson edhe diçka këtu të dim se si mund ta bëjmë dallimin e një problemi shëndetësor që është kalimtar me atë problem të shëndetit mendor gjithsesi që ka nevojë për trajtim psikologjik, për trajtim profesional. Okej, në qoftë se të kuptova drejt, po më thua kur duhet të kërkojmë ndihmë nëse kemi një vështirësi në aspektin e problemeve shëndet mendor. Si mund ta dallojmë? Si mund ta Ka dallojmë? disa që ndoshta janë kalimtare, po disa që faktikisht kërkojnë më tepër vëmendje. Hulumtim e Hulumtim, vëmendje. po. Okej, ideja është që të gjitha problemet në të gjithë shëndetin, jo vetëm ato mendore fizik, duhet me u trajtu kur janë në fazën simptomatologjike, domethënë kur ka simptoma, pa u bë sindrom edhe pa u bë patologji. Për shembull, nëse na kemi vret një karjes që kemi të dhëmbët ose po shohim që na ka ndryshuar bioritmi i organizmit ta zëm në një drejtim të saktuar. Para se me fillu me u kriju entja në dhëmbë ose për shembull entja në nyjet limfatike ose dhimbja e kockave që paraprakisht duket si diçka e thjesht, duhet me kërku ndihmë. Është ma lehtë me mjeku dhamin kur ka pa fillu nështë ende pa fillu procesi i kariesit, më mësu me la mirë, me mirëmbajt gojen e tjera, po ashtu këto ushtrimet fizike, ngrënja ushqimit në kohën e caktuar, shujtat e caktuara, jo të mëdha, të balancuara për me rujt shëndetin, për shembull nga smundjet kardiovaskulare tjera, është mirë me u bë parandalim. Qofse nuk ka ardhur te ky parandalim, duhet me u adresu te pjesa e simptomeve për me shtri në sferën e shëndetit mendor, sepse kjo fizik veç se na kërkojmë ndihmë për gjëra shumë të thjeshta, po këto emocionalin edhe shpirtorin e neglizhojmë, pikërisht për shkak të stigmës e problemeve tjera. Ta zom nëse unë kam pa mundësi për me fjet gjumë, nga një bioritëm që kam pas 8 orë gjumë brenda 24-shit, unë kam filluar të kem orë të pakta të gjumit. Gjumi jam nuk është kualitativ si përpara. Unë kam shqetësime kur më del gjumi për shembull, nuk mund të hyj prap në një gjumë të mirë ose kualitativ. Ose më del gjumi shumë herët mëngjes ose nëse flajnë mëngjes mandej pritoj me u zgju. Ndryshim në bioritëm. Bioritëm është gjumi, është ushqimi, është fazat e pushimit, fazat e cikli i urisë edhe i ngopjes e tjera. Dhe nëse shoh që gjumi im ka ndryshuar në bioritëm, unë po flaj edhe 10 orë dhe nuk po ndihem i pushuar. Nëse unë paraprakisht kam ngrënë ushqim, aq sa ju ka dashur organizmit tim, tash po abuzoj me porcione dhe po arsyeton atë pjesa që kese unë nuk jam të fjet sa duhet, nuk jam të pushu sa duhet dhe po më vjen energji, po duhet me hangër pak ma shumë. Edhe pe shoh që kam një tendencë me pas një komunikim shumë irritues në vendin e punës, në 3 mujorin e fundit, për shembull, kam pas konflikte të njëpasnjëshme të cilat nuk e ka një bazë të arsyes. Në shtëpi po ndjena si i huaj, si person që po m'irriton, për shembull një kërkesë ose një pyetje ose një detyrë familjare. Nuk po ka mundësi me ju përgjigj kërkesave ditore në mënyrë se si janë përgjigjur paraprakisht, atëherë këtu janë disa lloj simptomesh që tregojnë që diçka në aspektin e shëndetit mendor nuk është në parametrat të cilët ose në bioritmin në cilin ne jemi mundësuar ose kemi mundur ta jetojmë, ose ja kemi mundësuar vetes ta jetojmë. Tash, në qoftë se ti e ndryshon stilin e jetesës, e vendos alarmin për mos zgju herët, dhe e përcjell një bioritëm të shëndetshëm për brenda 1 deri 2 javësh, nuk ki ndryshim, duhet me kërku ndihmë. Me pa që çto simptome nuk po kalojnë. Domethënë standard në protokollet të vlerësimit psikologjik është 3 mujori, mas 3 mujorit domethënë ka lënë në sindrom, mas 6 mujorit kanë lënë në patologji. Dhe ma mirë është me e parandalu një depresion se sa me e shëru. Nuk është e pamundur më shëru, shërohet shumë mirë.
por kostoja është shumë e lartë. Po. Kostoja është e lartë dhe kostoja emocionale pastaj, si personi vun, ose një çrregullim tonktit, ose një problem në sjellje, ose problemet në të ngrënë, për shembull, janë shumë ma lehtë me i parandalu, dhe ti kur vren që ki tendenca për me marr shumë ma shumë ushqim se që ke marrë herë të tjera dhe nuk je në një periudhë ku je tu përgadit për diçka, ose që se këtu streset momentale për shembull munden me kalu po themi me egzagerim pak në të ushqyer, ose me formën restriktive të ushqyerit, ose me privu veten nga të ngrënit. Mirë, po këto kalojnë nëse janë fazë që e thatë jo, që nuk duhet mu brengo, se me njerëzit kalon periudha stresuse, për shembull kemi me dorëzu një provim që është shumë i rëndësishëm dhe është final, ti ke tendencë me i provu çdo ndjesi, gjumë të pakët, irritim, shtim në peshë ose humbje peshe. Por kjo kalon me momentin kur kalon stresi, dhe nëse kjo nuk kalon në momentin kur ka kaluar stresori, i bie që duhet me kërku ndihmë. Dhe automatikisht po më vjen në mend pjesa çka nëse njerëzit për shembull orarin e punës ose punën që e bëjnë ose obligimet familjare kanë konstant në stres, atëherë duhet me kërku forma të menaxhimit të stresit. Po. Me që të nderuar, shëndeti mendor nuk është dobësi, por është pjesë e pandashme e mirëqenies sonë. Ju mos harroni se asnjëherë nuk jeni vetëm në këtë udhtim, por vetëm duke i thyer heshtjen dhe paragjykimet, duhet ta dimë se ne së bashku mund ta ndërtojmë një botë më të mirë dhe më të balancuar për të gjithë. Zonja Halili, unë po të falenderoj shumë për kohën edhe për gjitha këto këshilla që i dhat për dëgjuesit e emisionit për një botë më të mirë. Është kënaqësi edhe një herë përgjithësi për mu me diskutu për këtë pjesë, kështu që ju falenderoj shumë që po e ngritni zërin dhe kjo e folura publike, po shpresoj shumë që ka me arrit aty ku duhet, edhe keni bë punë të shkëlqyeshme që po e vetëdijsoni në kontinuitet popullatën në të cilën po jetojmë për problematika të ndryshme. Kështu që falenderimi im ndaj jush është i pakurthyer. Faleminderit shumë.